Si jam shqiptar, minister nuk kam ardhur këtu me skaf, jam me bursën Chevening, unë jam studiues politik dhe jam shumë e kënaqur që gjendem këtu dhe të dëgjoj kryeministrin të flas se sa shumë e gatshme është Shqipëria të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian dhe mbi 90% janë pro. Megjithatë ka një problem që pjesa e madhe të rinjve jetojnë në vend, 90% duan të bëhen pjesë e BE-s, por ndërkohë largohen dhe nga vendi një pjesë e madhe. Çfarë nuk kupton kjo? Ky është problem jo vetëm për vendin ton, por është një problem edhe për rajonin. Ne kemi bërë shumë përparim shumë të mirë. Ata që thonë që s'kemi bërë përparim duhet ta shohin edhe një realitetin, por ata që thonë që Shqipëria nuk ka probleme apo rajoni nuk ka probleme dhe ata duhet të përballen me realitetin. Pyetja është për të dy kryeministrat. Pavarësisht njerëzve që largohen nga vendi, të rinjve, të suksesshëm që largohen nga vendi, a keni një strategji se si ta përdorni këtë fuqi? Keni ndonjë strategji se si ti tërhiqni mbrapsht në vend? Pyetja e fundit. Faleminderit shumë Marika Tolli nga analiste për Ballkanin Perëndimor me qendër në Mbretërinë e Bashkuar. Do doja që ta ktheja historinë në vendin ku, apo më mirë temën aty ku është antarësimi në Bashkimin Evropian. Nëse dy vendet tuaja, Shqipëria dhe Malizi, do të antarësoheshin në afatet e përcaktuara, tjera do të mbeten pas, tri prej tyre, Serbia, Kosova, Bosnia Hercegovina, janë përballur me kriza serioze politike gjatë 12 muajve të fundit. Serbia, sidomos, që ndoshta është në prag të një lufte civile. Pra, çfarë ndryshimesh do të ndodhin në fushën e lojës duke patur këtë 4+2 dhe a kanë vendet tuaja kapacitete për të ndihmuar, për të mbështetur tre vendet që janë hasur me probleme për të zgjidhur ato, jo vetëm për antarësimin në BE, por edhe për kriza, sepse krizat në këto vende janë kriza në rajon. Dua që të pyes kryeministrat për to pyetje. Të dyja pyetje shumë të mira. Unë flas për Malin e Zi, por jam I sigurt që Edi dhe unë kemi të njëjtin qëndrim. Jemi më shumë se sa të lumtur të ndihmojmë këdo në rajon. Shpresojmë që të jemi një urë më e mirë e BE-s drejt rajonit, që BE-ja ta kuptoj më mirë rajonin, e rajoni ta kuptoj më mirë BE-n. Pra, ne mund ta katalizojmë këtë proces, të rrisim më tepër besim. Ne mund të përpiqemi të gjejmë mënyra se si të punojmë për problemet për ato problemet vështira, siç e përmendi dhe Edi, për ato çështje dypanshme që janë çështje që s'merrojnë kurrë në rajon dhe të gjejmë zgjidhje praktike. Do donim vërtet që të ishim motor të antarësimit të gjithë Ballkanit Perëndimor në BE. Sepse jemi krejt të vetëdijshëm që BE-ja nuk është e plot pa Ballkanin Perëndimor në të. Kjo është ajo në cilën e besojmë. Ne nuk do të jemi vende me stabilitet të plot, apo po themi të gjithë nuk mund të jemi me stabilitet e zhvillim të plot në qoftë se nuk kemi dhe vendet e tjera, se nuk kemi as Norvegjia, as vendet të tilla, në qoftë se ata pra nuk janë brenda. Kjo është politika, kjo është në themel të politikës Bashkimit Evropian. Arsyeja pse etrit themelues u bën bashkë në fillim ishte sepse thanë që kanë gjëra që na shqetësojnë prej dekada, shekush përpara, por kemi një të ardhme të mrekullueshme përpara nesh, pse të mos bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Dhe ky së pari ka qenë bashkëpunim rajonal, e mëtej filloi të shtrihej deri tek Irlanda që bashkëpunon me Estonin. Por në fillim ishte rajoni që bashkëpunonte me njëri tjetrin dhe këtë duhet bëjmë dhe ne. Sa I takon rrjedhjes së trurit. Mendoj që kjo është pyetja. Dhe në qoftë se do ta gjenim përgjigjen, do fitonim zgjedhje për dekada me radhë. Megjithatë, për t'i lënë më njanë shakat, ajo çfarë është kryesore, çfarë ne besojmë në Malin e Zi dhe ka ndihmuar Malin e Zi janë të ardhurat, rritja e nivelit të ardhurave, një
rrugë fiskale e qëndrueshme, ofrimi i mundësive më të mira për punësim që lidhen me industrinë e inovacionit, inteligjencën artificiale dhe industri të tjera, me cilat njerëzit mund të raportohen e ku mund të punojnë. E pastaj gjetja e mënyrave se si të jemi të ndërlidhur me infrastrukturën bazë, rrugore, kurudore, aeroportuale, detare, në pjesë tjera të botës, sepse kjo ka shumë rëndësi. Gjëra të tilla si SEPA kanë shumë rëndësi, sepse tashmë mund të transferojmë para jashtë malit të Zish, jashtë Shqipërisë, me pjesë tjera të botës. Roaming, do të kemi roaming falas me Bashkimin Evropian dhe anasjellta. Pra këtu janë ato gjëra që ne mendojmë se do ta bëjnë jetën më të mirë në vendet tona dhe shpresojmë që kjo do të ketë efekt tek ata që kthehen. Unë jam një shembull, kam jetuar 20 vjet jashtë dhe u ktheva në Malin e Zi në vitin 2020. Unë dua që njerëzit të mos ta ndjejnë si sakrificë kthimin në Malin e Zi apo në Shqipëri, por të ndjejnë që kjo gjëja ka shumë kuptim. Pra, është kuptim plot kthimi aty. Kam një mendim ndryshe për këtë. Në kuptimin që nuk e shoh faktin që ju keni ardhur këtu për të ndjekur rrugën tuaj, për të bërë më i mirë, fal një procesi arsimor që ky vend mund t'ju ofroj si humbje për vendin ton. Është përfitim për vendin ton. Ne nuk jetojmë më në një kohë kur gjërat janë të ndara kaq qartë. Ka shumë herë më tepër ndërlidhje, ka shumë herë më tepër lëvizje. Dhe kjo është një lëvizje që është shumë herë më e dukshme edhe brenda vendeve të mëdha, edhe brenda Britanisë ka qytete të vogla, ish qendra industriale apo prodhimi që praktikisht janë braktisur nga të rinj, të cilët kërkojnë të vinë në Londër, të vinë tani, të marrin gjithçka tani, pra është ambicie. Sigurisht, nuk ka një çelës magjik për ta kthyer mbrapsht situatën, e nuk ka një shkop magjik për ta bërë Shqipërinë një vend ku mund të gjesh të njëjtat mundësi që gjen në Londër, në Berlin, në Paris apo diku tjetër. Është proces, është një trajektore që e kanë përshkuar shumë vende, na duhet edhe ne ta përshkojmë. Dhe sigurisht, përmirësohemi, ka më shumë njerëz që kthehen sot se sa 5 vjet më parë. Po sërish, ka më shumë edhe njerëz që largohen se sa ata që kthehen, edhe kjo është e vërtet. Në këtë kuptim, besoj që duhet vazhdojmë të bëjmë atë që po bëjmë, të përmirësojmë cilësinë e jetës në vend. Të krijojmë mundësit për paga më të mira. Pse bën këtë gjë? Pse bën këtë shenjë? Është njësoj sikur po më ngacmoni. Pyetja e fundit që i shkrin pyetjet në internet. Dua të them edhe një gjë tjetër. Ai nuk ka ardhur me Skype, po ambasadori ynë ka ardhur kështu. Në fakt, ambasadori ynë ka ardhur me Skype dhe është ambasador. Ju keni ardhur me viza, jeni askush. Pra, varkat e vogla kanë sjell shumë njerëz me ëndra, ambicie dhe që kanë dashur të luftojnë dhe që i bëjnë nder shoqërisë britanike. Nuk e di Andi në qoftë se ka ardhur me vark apo me vizë, po nuk ka rëndësi. Ajo çfarë ka rëndësi është që të paktën komuniteti ynë i shqiptarëve këtu po jep mjaftueshëm Britanisë që politikanët britanik që
ketojnë shqiptarët, ta mbyllin gojën, ta mbyllin atë dreq goje, e të mos i përmendin shqiptarët për asgjë përveç se për gjëra shumë të mira, sepse shqiptarët po japin energji, po ofrojnë shërbime, po punojnë fort, janë krenar që janë pjesë e këtij komuniteti të madh, njerëzit të kësaj shoqërie të larmishme, kështu që kushdo që i prek duhet ta mbyll atë dreq goje. Përveç me jesë, duhet të them diçka, po s'po i prek. Pyetja më e dukshme është, a ka një alternativë përkundrejt Bashkimit Evropian? Natyrisht, administrata e Shtetit Bashkuara të Amerikës aktualisht është mjaft armiqësore me BE-n. A ju duket kryeministër se ju duhet të zgjidhni? Ka një alternativë kundrejt Bashkimit Evropian, në qoftë se ka një alternativë kundrejt lirisë së lëvizjes, kundrejt të drejtave të njerëzit, kundrejt shtetit së drejtës. Më gjeni një alternativë për kundrejt tyre tre gjërave dhe mund t'ju them që ka një alternativë për kundrejt Bashkimit Evropian. Të gjithë ata që duan liri, të gjitha lirit, përfshi lirinë e lëvizjes, të gjithë ata që duan që të drejtat e njeriut të jenë të padiskutueshme për herë, të gjithë ata që duan që shteti së drejtës të jetë gjithmonë i paprekshëm, ka vetëm një alternativë: Bashkimin Evropian. Mirë, derisa Mbretëria e Bashkuar do të na e vërtetoj që e kemi gabim, po për momentin, po na e vërteton që kemi më shumë se të drejtë. Po kemi edhe samitin e procesit Berlinit për këtë dhe jam e sigurt që të vazhdoni këtë diskutim atje. E shihni, procesi i Berlinit është bërë për t'i shtyr vendet përpara drejt BE-s, ndërkohë që Mbretëria e Bashkuar ka mungull ta organizojë procesin e Berlinit këtu sepse i ka marrë malli për Bashkimin Evropian, ju mungojnë Bashkimi Evropian. Kanë këtë dhimbje që nuk duan ta thonë. Ne nuk e kemi lënë Europën dhe as nuk kemi lënë Ballkanin Perëndimor. Në momentin që keni votuar për t'u larguar, atëherë më thoni se çfarë ka mbetur. Keni votuar për t'u larguar. Ne nuk do t'ju japim vendin tonë. Do të gjeni vend tjetër. Dua të falenderoj kryeministrat tanë Edi Rama, Miloj